Në Pogradec janë zhvilluar homazhe në kuadër të 5 majit ditës së dëshmorëve për të nderuar kujtimin e atyre që sakrifikuan jetën për lirinë e atdheut. Në ceremoninë e mbajtur pranë vareve të dëshmorëve, morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, familjar të dëshmorëve, përfaqësues të organizatave të veteranëve dhe qytetar. Gjatë ceremonisë u vendosën kurora me lule dhe u mbajtën fjalë përkujtimore, ku u vlerësua kontributi dhe sakrifica e dëshmorëve në historinë e vendit. Pogradeci, ky qytet i luleve dhe i dijes, ka paguar një çmim shumë të lartë për këtë tokë, për këtë liri. Emrat e dimve dhe vashave pogradecare që ranë në vushë bestejës janë këtu, midis nesh. Por, gjithashtu janë dhe në kujtesën e gjithë secilit nga ne, por dhe të brezit të ri. Nderim për dëshmorit është një premtim, se do ta duan dhe ta ndërtojnë këtë qytet me të njëjtën përkushtim që ata patën për lirinë. Shqipëria u rreshtua në bllokun e dur në luftën nacionale çlirimtare dhe Pogradeci qyteti jon po ashtu e mbështeti fuqimisht këtë luftë, duke dhënë jetën e disa qytetarëve të tij, të cilët dhanë jetën për liri. 5 maj është nga ditët më të mëdha të kujtesës sonë kombëtare, është dita e njerëzve të padeshme, dita e nderimit, e përkujtimit dhe e madhënximit. Një ditë emocionesh të tilla kur përulem me respekt para atyre që u bën yjet të lirisë sonë. Historia e popullit shqiptar ka qenë histori luftrash, betejësh, histori gjaku. Populli shqiptar është ndeshur me rrëdhi të shumta dhe historikisht ka ditur dhe pse i pangran, i panzan, i zhveshur dhe i vrafër gjatë gjithë historisë tia, a i ka ditur të mbijetoj në saj të forcës, vitalitetit, sakrificës dhe heroizmit që ky popull heroik përmban në shekuj. Pjesëmarrësit theksuan se 5 maj mbetet një ditë kujtese dhe respekti, ndërsa ruajtja e kujtimit të dëshmorëve mbetet një detyrim moral për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë.